Ka përfunduar numërimi I votave për kandidatët në listët e hapura në KZAZ numër 4 në qytetin e Shkodrës. Kjo ishte KZAZ e fundit në të cilin po zhvillohej procesi I numërimit të votave, duke qenë se 3 të tjerat kanë përfunduar gjatë orëve të para të ditës së sotme. Deri më tani, në përfundimin e numërimit të fletëve të votimit në 46 kuti që ka kjo KZAZ, kemi dalë në këto rezultate, ku Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, me 3 kandidatët kryesor, ku I pari në listë përse I takon votave është kandidati Bardh Spahia me 1982 vota, më pas renditet kandidati Tet Kupliku me 1585 vota, dhe kandidati I tretë me më shumë vota është Arben Lushej me 170 vota të siguruar nga numërimi I qendrave të votimit në këtë KZAZ. Ndërkohë që për Partinë Socialiste po ashtu kemi 3 kandidatët më të preferuar se I takon në numrit të votave, ku renditet e para kandidati Aidona Bilali me 1557 vota, kandidati Besmir Lesha në vendin e dytë me 625 vota dhe kandidati Shkëlqim Sterkaj me 611 vota. Ndërkohë sa I takon Partisë Social-Demokrate, janë edhe 3 kandidatë të tjerë, ku kryesohet nga Gledis Qeliku me 210 vota, në vendin e dytë Besnik Brahimi me 127 vota dhe Julian Marku me 53 vota. Në këtë KZAZ procesi I numërimit të votave preferenciale është zhvilluar I qetë dhe nuk ka patur problematika apo kontestime nga ana e vëshkuesve, duke bërë që tashmë të mbyllet me sukses edhe ky proces dhe kjo KZAZ e fundit në qytetin e Shkodrës, duke na dhënë kështu një panoramë të qartë të votave preferenciale për kandidatët në 11 subjektet apo koalicionet në këtë fletë votimi të qarkut Shkodër. Ky ishte një raportim I gjithë çka ndodhi në KZAZ numër 4 për Star Plus në Reida Vitoja.